Faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Të drejtohem zoti Armando Duka, president apo si shijak si të mondi? Fakt më mirë mondi, më lirë shumë. Si ka qenë fëmijëria jote? A ke luajtur ndonjëherë futboll në për shijak? Po, unë besoj se futbolli është sporti më i dashur në botë, por në Shqipëri akoma më shumë. Dhe në fëmijërinë time ka qenë akoma më lehtë luash futboll, se kemi luajtur futboll në rrugë. Nuk është se kërkoj në infrastrukturë jashtëzakonshme, mjafton 4 gura për të bërë portë dhe një top i vogël llastiku. Kështu që ndërsa futboll profesionist unë nuk kam luajtur futboll rrugë. Po, por kam qenë padyshim një dashamirës futbollit, një fans futbollit. Fillim për qytetin tim, për Shjakun e kam pas ndjek Shjakun në atë kohë, kategori 2 edhe jashtë qytetit, domethënë kam qenë vërtet një mbështetës futbollit në fëmijëri. Që aty të lindi dëshira për të marrë seriozisht me futbollin pastaj? Ja, as se kam pas menduar, as se kam pas në objektivat e mia që do jem një ditë i përfshirë si drejtues i Federatës Futbollit. Tash kam jetuar si në ambiente sportive edhe në familjen time, sepse babai im ka qenë një futbollist, edhe një trajner futbolli, vllai im ka qenë edhe gjithashtu sportist, por jo futbollist, voleybollist. Pra, sporti ka qenë në familje, në shoqëri, kam jetuar me të, por nuk kam menduar ne, nuk e kam pas objektiv që t'jem drejtues apo president. Aq më tepër që fëmijëria ime apo rinia ime ka qenë në sistemin e kaluar dhe që nuk mund t'i kishe këto lloj objektivash. A ke humbur ndonjëherë në 4 rrugët e Shjakut kur ke qenë fëmijë? Ja, nuk kam humbur përgjithësi, jo vetëm 4 rrugë, por edhe në Brigjet e Rezenit nuk kam humbur, po kam vujt faktin që kam shku në Brigjet e Rezenit pa lejen e prindërve, sepse ishte i rrezikshëm Rezeni dhe sa herë që shkoshim lashëm kishim një seancë jo të mirë kur ktheheshim në shtëpi. A ke ngrënë vezë çdo mëngjes para se të shkoje në shkollë? Ja, nuk kam pas mundësi realisht në fëmijëri që taj vezë çdo mëngjes, madje as çdo javë. A të ka rrahur ndonjëherë agroni kur keni qenë të vegjël? Jo, Goni, jo, babi, po. Goni nuk ka dorë në përgjithësi, as i vogël dhe as i madh. Ka kështu momente acarimi me gojë, po kur nuk ka dorë. Se duket shumë serioz për ne. Serios, po, është ka momentet e veta të acarimit apo të nervit, si i themi ne, por nuk ka dorë. Kështu që kam qenë mirë. Kush është kapiteni në familjen tuaj? Në familjen e vogël tani, apo në familjen bashkë me prindë, në familjen padyshim që jam unë. A të kanë nxjerrë ndonjëherë gruaja me karton të kuq? Karton të kuq jo, po kartonin e verdh ma kam mbajt gjithë kohën kështu gati. Kur vajza të tha që do martoj me një tropojan, si e prite? A shkove t'i thoje dhëndrit që çdoje që kaloja ende nga Shjaku? Jo, nuk i kam shku me i thënë dhëndrit, për realisht nuk e kam prit mirë. Nuk e kam prit mirë, jo pse ishte një tropojan, po kam përshtypjen që çdo prit nuk do ta priste mirë për çdo lloj ideali, sepse fëmia vet i duket perfekt dhe nuk mendon se ka një djalë perfekt për ta. Kështu që nuk e kam prit mirë, po e kam pranuar, jo me lehtësi, por me vështirësi. Çfarë është më e rëndësishme për një shijak, të mbaj fjalën apo të mos e pranoj kur që dikush e ka mundur? Të mbaj fjalën është shumë e rëndësishme. Më mirë një vezë sot apo një ful mot? Kjo është e vështirë, domethënë ta mendosh, po nëse arrin që ta hash vezën dhe të mendosh për pulën, do jetë më mirë. Ta bëra këtë pyetje se Agroni ka thënë që jeni më mirë në Shqipëri për biznes tjetër dhe Samir Manën. E kam thënë dhe herë tjetër, Agroni kështu e mendon, po s'është e vërtetë. Kemi dëgjuar që bizneset i ke me vllajën. Njëherë pyetja e parë është, a nuk do ishte më mirë ti kishe me Baxhanakun? Se Agroni gjendet më mirë gjuha me Baxhanakun. E parë nuk e kam pas këtë dubjo, sepse nuk kam Baxhanak. Kështu që por jam okej që i kam, ne jemi, domethënë, jo vetëm në biznes, kemi çdo gjë bashkë, akoma jemi familje tradicionale, vetëm flejnë që veç në shtëpia të veçanta, por gjitha tjerë kemi bashkë. Kam dëgjuar që ju shpenzonim shumë para dhe Agroni punon më shumë, po unë dua të bëj pyetje të drejtë për drejtë. Kush ka më shumë lek, ti apo Agroni? Tash kemi një llogari, nuk i kemi të ndara, kemi të dy bashkë, ndërsa për shpenzu nuk besoj se jemi asnjëri nga ne
konsumator të mëdhej në asnjë lloj drejtimi.